Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin. Të nderuar vëllezër, Allahun xhallahu ala falenderojmë dhe vetëm për t'i ndihmë dhe falë kërkojmë. Dhe gjithashtu të pasurimet e Allahut xhallahu ala falenderoj edhe hoxhën e kësaj xhamie së bashku me xhamatin, do të thotë të cilët vazhdimisht organizojnë tubimet, harit e të mira në këtë vend dhe është një nga xhamit që me të vërtet dëshmon vazhdimisht nevojën për këtë xhami në këtë vend. Andaj lutë Allahun e manduar që na bën gjithmonë nga ata që prinë për të mirë, na bën nga ata që gjithmonë janë pjesë e punëve të harit dhe punëve të mira dhe na bëf Zoti sebeb për të larguar ndonjë keqje apo për të mbyllur ndonjë sherr. Jemi në muajin e bekuar të Ramazanit dhe padyshim shumë shpejt ka kalu koha që nga dita e parë kur kemi filluar të flasim për vlerën e Ramazanit, kur kemi folur për do të thotë shfrytëzimin e muajit Ramazan, se është një muaj kështu me radhë, ja tashmë kemi ardhur në pjesën e tretë të këtij muaji dhe kemi ardhur në atë pjesën më kryesore të këtij muaji. 10 ditësh i fundit është 10 ditësh i cili në vetën e tij, sikur që dini, e ka natën e Kadrit. Dhe kjo natë është më e vlefshme se 1000 muaj, sikur që keni dëgjuar vazhdimisht dhe gjithmonë me këto raste. I dërguari sallallahu alaihi wasallam krahas udhëzimeve teorike dhe mësimeve që u jep të ashabëve të tij, ai edhe vetë përkushtohej më tepër në këtë 10 ditë të fundit. Këtë Ramazani i tij ka qenë përkushtim dhe ka qenë devotshmëri dhe ka qenë punë e mirë po Aisha radhiyallahu ta'ala anha përmend se i dërguari sallallahu alaihi wasallam në këto 10 ditë të fundit ishte i përkushtuar në mënyrë më specifike, më të veçantë. Dhe kjo për vetëm arsye se në këtë 10 ditë të fundit është nata e Kadrit. Dietarët kanë folur për këtë natë, për rregullat, për dispozitat, udhëzimet, mësimet e kështu me radhë që ka të bëjë me këtë natë. Mirë po, padyshim se më së miri për këtë natë që ka të bëjë me këtë natë flet vetë Zoti xhallahu ala në Kur'an. Prandaj edhe kemi pasur që në kuadër të kësaj të flasim edhe për këtë natë, por edhe për këtë sure në kuadër të surës që ka emrin Al-Qadr. Andaj në gjuzin e fundit të Kur'anit është një sure që quhet Suratul Qadr, kapitulli Qadr, dhe ai fillon inna anzalnahu fi lejlatil qadr. Allahu xhallahu ala të ndërlozur e quan këtë sure Qadr dhe pastaj edhe vetë natën e quan nata e Kadrit. Mund të qasemi koment të kësaj sure nga aspekte të ndryshme. Mirë po ndëshroj që të qasem do të thotë përmes 2 fazave të sqarimit të kësaj sure. E para një prezantim i përgjithshëm, do të thotë i kësaj sure si kuptim, e pastaj edhe disa dobi që ne i nxjerrim nga kjo sure e që na bëjnë punë gjithashtu edhe në adhurimet tona në 10 ditësh në fundit. Do të thotë disa aspekte edukative të kësaj sureje dhe ndikimi i kësaj sure në përmirësimin e cilësisë së adhurimeve tona, veçanërisht në 10 ditësh në fundit. Mendoj që ky është mesazhi që kam dëshirë ta përcjell sot të kjo. Allah Jalla Jalaluhu thot inna anzalnahu fi lejlatil qadr. Ne e kemi zbritur atë në natën e Kadrit. Këtu i kemi disa, do të thotë, ndalje të rëndësishme. Fillimisht Allah thot inna, ne. Dhe kjo nuk është hera e parë në Kur'an ku Zoti xhallahu ala do të thotë drejtohet me përemrin e vetes së parë në shumës, ne. Por të nuk nënkupton shumësinë e personave që kanë marrë pjesë në veprim. Por shumësi këtu është përdorur për madhërim dhe madhështi. Andaj bëhet fjalë për punë të madhe, bëhet fjalë për një ngjarje të madhe, bëhet fjalë për një begati më të vërtetë nga begatitë më të mëdha që njerëzit e gëzojnë. Andaj edhe
për ta prezantuar madhështinë e kësaj begatie, ka ardhur edhe madhështia e vet për emrit. Ne e kemi zbrit. Kush e ka zbrit? Allahu, ai është një. Mirë, po ka ardhur shumë si thash për të treguar se bëhet fjalë për diçka të madhe. Bëhet fjalë për diçka të rëndësishme, andaj fillon shpalosa e kësaj rëndësie dhe fillon shpalosa e kësaj madhështie që nga fillimi i kësaj sureje. Pastaj thot Allah xhallahu ala anzalnahu, ne e kemi zbrit atë. Atë. Këtu nuk thuhet çfarë. Dhe për ta kuptuar drejt, tu pastaj kemi edhe një mësim të rëndësishëm që ka të bëjë me mënyrën e komentimit të Kuranit. Nga se të ndërrozër fatkeqësisht sot njerëzit ose nga frika ose nga mungesa e frikës ndaj Allah xhallahu ala, ose nga ignoranca, ose nga interesat të ndryshme të caktuar, çka do qoftë ato, marrin guximin që të komentojnë librin e Allah xhallahu ala pa bazë të qëndrueshme, as të haditheve e as të aspekti gjuhësor e as të fjalëve të ulemave. Prandaj Allahu thot anzalnahu, ne e kemi zbrit atë. Atë ne tash duhet ta dim atë. Ku kthehemi për ta kuptuar kuptimin e kësaj? Fillimisht i kthehemi Kur'anit. Allahu xhallahu ala thot në Kur'an: "Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an." Muaj Ramazan është ai në të cilin ka zbrit, do thot Kur'ani. Prandaj ne këtu e komentojmë Kur'anin me Kur'an, dhe kështu duhet bëhet. E kanë pyet Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu se cila është mënyra më e drejtë e komentimit të Kur'anit, e kuptimit të Kur'anit, është të komentohet Kur'ani me Kur'an fillimisht. Do thotë nuk ka mundësi që Kur'ani ta kundërshton vetën e tij. Diçka thot në fillim e diçka thot pastaj tjetër në mes ose në fund. Për këtë arsye ne e gjejmë në përputhje të plot tër prezantimin e asaj që Zoti xhallahu ala ka bërë në Kur'an. Prandaj edhe nëse një shpjegim në Kur'an është bërë i përgjithësuar në nivel, e gjejmë të detajzuar diku tjetër. Nëse diçka është bërë e përgjithshme në nivel, e gjejmë pastaj të përvetshme në vende të tjera e kështu me radhë. Prandaj kjo është edukat dhe kjo është mësim që duhet ta marrim parasysh. Kur'ani komentohet me Kur'an. E nëse në Kur'an nuk e gjejmë interpretimin e mjaftueshëm, kalojmë tek suneti i pejgamberit alayhi sallam. Komentohet me sunet. Pastaj ndihmës i radhës i komentit të Kur'anit është gjuha arabe, nga se në këtë gjuhë ka zbrit. Nuk mundesh me e komentu Kur'anin mbi një bazë që nuk e pranon gjuha arabe. Arabët nuk e njohin këtë kuptim. Nuk mundesh sot, për shkak se ka ardhur në gjuhën e tyre. Për këtë arsye edhe njerëzit për shembull nuk kanë mundësi me e interpretu Kur'anin, ti mund me e lexuar në gjuhën shqipe, me përfitu për jetën tënde, aty ku Allahu për shembull flet për disa obligime, flet për xhenetin, flet për xhehenemin, mund të shumë mirë me përfitu, nga se këtu s'duhet interpretim, s'duhet koment. Këtu ka meditim dhe ka përfitim. Këtu të mjafton gjuha jote. Mirë, po për të thulluar atë për tek interpretimi, të kuptimi, të analizat, nuk mundesh pa këtë mjet të rëndësishëm që është njohja e gjuhës arabe. Andaj është e paqëndrueshme që dikush na thotë në Kur'an thotë kështu ose kështu, ndërsa ai nuk din dy fjalë nga gjuha që ka zbrit Kur'ani ato. Edhe gjithashtu duhet që të interpretohet Kur'ani dhe të komentohet mbi bazën e fjalëve dhe komenteve të ashabëve të pejgamberit alayhi salatu wasallam dhe të dietarëve pas tyre ato. Nuk mund të marrë një koment që kur kujt dietar si ka rënë mend për ulemave as ashabëve që neve na ka rënë mend. S'bën kështu. Kush ka thonë kështu? Në shpesh në disa raste për shembull me djem tri nga njerëz që janë mashtruar, e kanë marrë fen me eufori. Nga njerëz për shembull u thua, këtë që po e thu ti, kush e ka thonë vëllai? Ka se feja jon ka disiplinë, ka rregulla. S'mundesh ti me kuptu ç'është dush. Ose me u marr fen nga njerëz për shembull që janë të panjohur, s'dihen kush janë. S'ka qenë kështu feja kur. Parankon ashabëve të pejgamberit alayhi salatu wasallam që kanë qenë njerëz të besueshëm, kanë qenë sahabët plot, kanë ndodhur një sprov, kanë ndodhur një fitnë, kanë ndodhur. Ajo është e madhe, po tek një ka ndodhur. Posa ka filluar me u turbullu burimi, ka filluar me çfarë më thon? Samulana rijalakum. Ne i përmeni burrat, ku e ke marrë ti këto? Ku e ke mësuar ti këto? Ku ke mësuar ti? A do të thotë me kështu, pe ku po e merr njëri fen. Unë sot ju thash në xhami të kon në dersën e sabat, ju thash në kodët të dersës që e pata, thash njëri
ndëruar, ushqimin kur do me konsumu me marr, ushqim kur do me marr, apo ja këshyra fatin, prejardhjen, përmbajtjen, e këshyra të ketë, nga se mundesh me u helmu. Edhe helmimi çfarë nuk kupton? Helmim i barkut ose të kokës. Dësone për shumë të djemë të ri, fatkeqësisht, përdorin ide dhe mendime që ju kaskadua fati. Bajat, ose s'ka vend për në tali, kush e di pika e ndonë ato. E pastaj po ju smuhet, po ju barku. Po ju smuhen sillet, e she bëhet tani më arrogant, nuk jep selam, i ashpër, i ngut shumë gjykime e kështu me radhë. Kjo është ndikimi i çkafit, i ushqimit të papërshtatshëm që ka marrë ato. Nuk është vetëm aspekti material. Ndaj kush e ka thonë këtë fjalë, kush ka thonë kështu? Mbi cilën bazë po ndërtohet kjo? E kështu me radhë. Andaj shikoj këtu Allahu xhallahu ala na mëson, enzelnahu, ne kemi zbrit atë, e tash e dini ju ku ktheheni me ditë ka atë. Kur'anin, e ku e ditë që Kur'ani, po vetë Allahu thënë Bekara Kur'anin, andaj marrëm se Allahu thot, ne e kemi zbrit Kur'anin, ata Lejletul Qadr, në natën e Qadrit. Andaj këtu veç fillon të flitet për natën e Qadrit, dhe na kemi mësu gjithmonë nata e Qadrit, që të kemi thonë gjithmonë na ka mësu nata e Qadrit. Çfarë nuk kupton Qadr? Pse ka marrë emrin Sura e Qadr, pse ka marrë edhe nata emrin Qadr? Nga se prej këtu fillon edhe të shfaqet vlera e kësaj nate dhe specifikat e saj ato. Të ndërrua vëllezër, dietarët kanë dhënë disa mendime, nuk janë në konflikt të mendime, këto e pasurojnë kuptimin e kësaj fjale. Nga se nganjëherë dikush mendon se nëse ka më shumë se një mendim e ta cilën me marr. Nuk është gjithmonë mos pajtimi i dietarëve rreth ndonjë çështje caktuar, gjithmonë mos pajtim që nuk kupton kundërshtimin. Jo, është pasurim. Ki mundësi me punu me gjitha mendimet para në kundërshtim me njëri tjetrin. Edhe këtu për shembull, Qadr, disa mendimi kanë thënë dietarë çfarë kuptimi ka. Mendimi i parë është ka të bëjë me pozitën dhe vendin. Qadr do të thonë mekan, menzile, diçka që është pozitë e lartë e ngritur. Dhe kjo natë është natë e veçantë e ngritur, ka pozitë posaçme tek Allahu xhallahu ala. E a thua vallë çfarë dha pozitë saj natë? Se realisht kjo është natë sikur se natët e tjera. Është natë sikur se natët e tjera, po diçka ka ndodhur në te ka botë madhe atë. Sikur se Mekja. Mekja është vend sikur se vendet e tjera. Kur gjë të posaçme në Mekë s'ka. Po ndërtimi i Qabës e ka bëu pastaj Mekën të veçantë apo. Do ka ndodhur një ngjarje e posaçme në Mekë, edhe tash e ka bëu të posaçme dhe Mekën nga vendet e tjera. Edhe në natën e Qadrit ka ndodhur diçka e posaçme, andaj e ka bëu këtë natë të posaçme. Dhe Allahu xhallahu ala thot në Kur'an: "Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar, ma kana lahum al-khiyara." Allahu xhallahu ala thot: Zoti yt është ai që krijon çka don, edhe ai përzgjedh çfarë të don. Nuk i takon njerëzve me përzgjedh. A kena përzgjedh ne vendin ku kemi me lind? Jo. A përzgjedhim ne vendin ku vdesim? Jo. A kemi përzgjedh ne gjuhën që e flasim? A kemi përzgjedh ne ngjyrën e lkurës tonë? A kemi përzgjedh ne prindrit tonë? Jo, gjitha këto Allahu xhallahu ka përzgjedh këtë ke. Prandaj edhe këtu është një mësim i rëndësishëm se Allahu xhallahu ala përzgjedh çka don. Dhe ai kë e ngrit Allahu nuk ka kush e ul. Ndërsa atë që Allah e ka shpallë të ullur të pavlefshme, le të investohet sa duhet të ka me gjithmonë e prisht. Gjithmonë e likë, s'ka mundësi atë që Allahu xhallahu ala e ka shpallë të keqe, nuk ka mundësi të ngritet, e pa mundës mërtë. Nga se Allahu është ai që vendos. Shikon nata e Qadrit, prej kur e ka ngritë Allahu xhallahu ala, do thotë gjithmonë mbetet nata e veçantë e posaçme. Sa në tjera nga një njerëz i shpallën në e kësaj në kësaj, po me kalimin e viteve shkon ajo mo, harrohet atë. Nuk e merr hovin e ngritjes, por e merr hovin e zbritjes atë. Prandaj Allahu është ai që e ka përzgjedh. Për çfarë arsye kjo natë për e ka marrë këtë pozitë? Kanë thënë dietarët, e ka marrë këtë pozitë për shkak se në te ka zbrit Kur'ani. Ka zbrit Kur'anin te. Andaj Kur'ani ka dhënë specifik kësaj natë ato. Shikoni vëllezëruar, Kur'ani çfarë pozite ka. Veç pse ka zbrit nata, kjo natë a punon me Kur'an? Jo. Kjo natë e lexon Kur'anin? Jo. Kjo natë e mediton Kur'anin? Jo.
Kjo natë ka qëllu natë kur Allah e ka përzjedh me zbit Kurani. Vepse në atë natë ka zbit Kurani, është bë më e vlefshme se 1000 muaj tjera. Do të thotë, 1000 muaj tjerë i bjen, do të thotë 1000 muaj, 30 ditë një muaj, do në e vlefshme se 30.000 në tjera. Nëse s'po gabojnë kalkulim. Ma e vlefshme, në 30.000 fish është hyp çmimi i kësaj nate dhe se ka zbrit Kur'anin të avdhen. E paramenda njeriu krijesa Allahut që e lexon Kur'anin, edhe e punon me Kur'an, e mediton me Kur'an, e jeton me Kur'an, e ky tek Allah sa është më i vlefshëm, sa i hyp çmimi i këtij njeri. Prandaj Allahu xhallahu ala sikur se ka thënë pejgamberi inna Allaha yarfa'u bi hadha al-kitabi aqwaman. Allahu ngrit me këtë libër njerëz. Prandaj ti e fiton çmimin e shtrenjtë tek Allahu në bazë të këtij libri. Një shkronjë e ti, një sure e ti, një lexim i ti ngrit tek Allahu xhallahu ala. Nga se e ka ngrit natën që ka zbrit, e lërë ma që e bartët Kur'an, e flet me këtë Kur'an, e punon me këtë Kur'an, e kështu me radhë. Gjithashtu kanë thënë nga dietarët se kjo natë e ka marrë këtë pozitë kadër, do të thotë për shkak se në të zbresin melekët, do të thotë në masë aq të madhe sa që në asnjë natë të vitit nuk zbresin kaq ato. Shumë zbresin ato. Andaj Allah thotë tenezzalul malaikatu war-ruhu fiha. Tenezzala ka shprehje tenezzul, nuk kupton, nuk ka tenzil, po tenezzal në kuptim shumë është diçka, nuk mundi me paramendu sa është numri i melekëve që zbret në këtë natë ato. Madje edhe vetë Gjibrili zbret në këtë natë. Nga se realisht ai ka sjell Kur'anin me lejen e Allah xhallahu ala. Po ne ai zbret në shenjë madhrimi për këtë ngjarje të madhe, vetë ai që ishte dëshmitari i kësaj zbritje zbret në natën e Kadrit apo. Në kjo e bën të madhe këtë natë. Dhe gjithashtu e bën të madhe këtë natë kush? Mirësi dhe begatit e shumta që mundson Allahu xhallahu ala me zbrit në këtë natë. Një ibadet, do të thotë sa 1000 muaj me ibadet. Parënë se nëse i kthejmë 2 rekate me shumë fishu, me miliona namazet dalin, veç atë natë me bëmë i falë ato. E lemo me i falë 2 tjera rekate e me lezu Kur'an e kështu me radhë. Prandaj gjitha këto e ka mu kadër, me pas pozita. Gjithashtu një nga kuptimet e kadrit, kanë thënë dietarët se fjala kadër në Kur'an vihet as me kuptim të pozitës, por vije edhe me kuptim të diçka që ngushtohet, diçka që zvoglohet, diçka që nuk i jepet ndoshta madhësia e duhur. Sikurse Allahu xhallahu ala thot: "Wa ma qadarullah haqqa qadrihi." Ata ma qadarullah, ata nuk ja dhan Allahu xhallahu ala atë që meriton nga madhështia, ja zvogluan Allah të hakun. Nuk e bën sikurse i takon atij, nuk ja dhan hakun Allahut sa duhet, nuk ja respektuan të drejtat Allahut sa duhet. E pse kjo fjale ka marrë emrin e ngushtimit? Nga se ngushtimi tingëllon si shprehje jo e mirë. Në këtë rast nuk është shprehje e keqe, është e mirë, nga se kanë thënë dietarët, do thotë ngushtohet toka nga prezenca e madhe e melekëve. Po thuaj se ti me mujt me i pasha që s'ka vend ku me vendos një këmbë nga zbritja e madhe e melekëve. Prandaj kadër kuptim të ngushtimit që e shkaktojnë melekët me zbritjen e tyre në tokë. E kuptime e tjera të shumta që dietarët e kanë japë fjalës ose ja kanë dhënë, do thotë kësaj fjale kadër, e që sillen rreth kuptimit të pozitës, e shpërblimit, e ngritjeve e kështu me radhë. Pastaj Allah thotë: "Wa ma adraka ma laylatul qadr." Kjo shprehje "wa ma adraka" nuk është hera parë në Kur'an. E përmend edhe disa herë në Kur'an. Për shembull, al-haqa, mal-haqa, wa ma adraka mal-haqa. Apo fletë për kiametin, "wa ma adraka", çka kjo "wa ma adraka"? Na po flasim për një natë madhe. Ne po flasim për një ngjarje madhore. Ne po flasim për diçka që është jeta e juaj në të, është shpëtimi i përhershëm të. Po ti ku e din ti këtë punë? Kush ta mësoi ti këtë? Allahu xhalla xhelalu. Ne të ndrozë kjo Allahu të vëma adraka, ku e din ti? Kë nuk është me ngushtu pejgamber sa. Sigurisht ti thotë, ku e din ti? Kjo është me ngushtu. Allahu xhallahu nuk i thot me ngushtu pejgamber sa. Po çfarë kuptimi? Me i arikujtu mirësinë e Allahut ndaj njerëzve.
një shembull. Të ndërlozër, Yunusi alayhi salam erdhi tek populli vet me ftu në islam. Apo i ftonte, refuzuan, nuk pranuan. Nuk e pranuan thirrjen e Yunusi alayhi salam. Edhe Yunusi alayhi salam i dëshpruan nga ky refuzim i popullit të tij, u dëshprua, edhe u largua duke i ngritur dur për tyne, s'ka hajt njuve, u largua. Mirë po u largua pa lejen e Zotit xhallahu ala. Prandaj edhe Allah xhallahu ala ja dha një mas disciplinore Yunus alayhis salam, e disciplinoi pak apo me futje në barkun e balenës. Mirë, Yunus alayhis salam shkoi. Yunus u paton popullit vet që ndëgjoni çka po i them. Pranoni porositë mia nga se Allahu ju kërcënon me dënim dëmshëm. Ju dënon sikur se ka dënuar popujt më herët, e ata e dinin historinë e disa popujve të dënuar apo. I paton nuk i përfund këtë mësim. Çfarë ndodhi? U largua Yunus alayhis salam dhe filluan me I pa shenjat e dënimit të Allahu xhallahu ala. Filluan me I pa. E panë që do të më shkatru. Po nuk dinin si me I thonë Allahu ti na pendu. S'dinin. Ti duket të thjesht me thonë stakfirullah dhe u kry. Apo? Po stakfirullah s'ta ka mësuar dikush. Se mos më ta mësuar se kështu s'ta më thonë. Ata nuk dinin. Dëshën me ashprej Allahut keqarën, po s'dëshën që shmi I thonë për na vjen keq. Më kanë me volë, ai pejgamberi që vëllke me Allahun sishmo. Kujt mi thonë, ata nuk dinin se Allah po I ndëgjan, mune me thonë drejt për det, ata mendonin se duhet me ndërmësues. Nuk kishin mësues, që ka është dira e mësuesit, ti thjeshtësën punë shumë thjesht, ty doken thjeshta, po pa ta janë shumë të komplikume. Shumë të komplikume në patapë. Ama kur ti mëson dikush, shumë kallaj është ato. Prandaj duhet m'ia ditë vlen ato që mësojnë të mirë dobin, nga se u thjeshtësojnë diçka që njerëzit e kanë komplikim jetësor, Allah më marrë këtë punë apo. Edhe ata morën baktinë, morën e shpezët, e fëmijët, e gratë, e këtë çka patën dolen, sikur se dini, dolen me një fushë të hapur. Dhe të gjithë filluan me bërtit, e me klith, e me pall, baktia, gjithë kush kështë mundësi. Ndoshta Allah me këtë vaje, këtë bërtim, në falë apëton. Shikone këtë gjenit të popullit e Nusit nuk dinin. Shikone këtë ngarkes. Ndërsa Ademi alayhis salam, kër e bëri mëkatin, çka me bo? Ka me shku? Ishte I hutum, nuk dinte tash si me përmirësu. Edhe pse ishte pejgamberi Allahut, Ademi alayhis salam. Mirë pa Allah thot, fatalaqa Adamu min rabbihi kalimatin fataba alayhi. Ja mësoi Allahu do fjalë edhe ja fali. Po veç kush ja mësoi? Pa çato fjalë përfundon në xhenem. Ç'sdin? Andaj wama adraka ma lailatul qadr. Pika din ti këtë lirë. Nata kanë mësuar apo. Nga të tisë këtë ditë, ty më tepë edhe jetën e Nuhit alayhis salam, s'ke mund me mri kur. Nata kanë mësuar apo. Prandaj shiko, që shtushën Allah me dashuri, me ndajtime, shikoj kujdes në Allah ndaj teje. Na, s'e kena kallzu kërkuj këtë lajmë, ty për të kallzojnë apëtën, edhe umetit tënë. Ju e keni natën e kade, tjerë se kam pas. Andaj, o me adërake, ku e dinti? Ti kështë mujtë këtë libet e dunjas me lezu dhe ko se kështë gjithë këtë dërës? Ku e kështë gjithë këtë dërës? Kërkun? Ku e kështë gjithë? Kërkun? Andaj dhe ndhuar, neve në duke thjesht, po ngjynojmë, po falemi, po veç pëse në ka mësu Allahu, se qka e knaq ata, na duhet me flutru pikzimi, apëtën. Se lemo te praktika, veç me të kallëzu qka e knaq. A ke pa për shamu njëtë në përdishme, në raport me Allah është ndryshe, njëtë në përdishme, me bu me pas njëtë të afërt smut, apo, ose fëmiju, kër është I vogël, kanë, e nuk din me të kallëzu ku pe I dhamë Allah, apëtën. E me vetë sa I smerë, s'kuptan, është shumë I vogël ato. Prindi nga dhimshmëria që panin këtë zotë dvajt, kështë dhonë pare veç me ditë ku pa I dhemë Allah për. Qka ka që s'po bëhet rahat ato? Veç me I kalëzu ato. Ose I smuri nga njëre. Ti kështë edhun kështë sa veç me ditë qka e bënë rahat të Allah për. Veç me si dhemë ato. Edhe son dimi do të shkarkuar kër e marrin vesh ato. Shuqër, ja kemi gjithë, e sa do të mundi të privilegjuar ndërua kër e kemi gjithë, qka e knaqë Allah në gjallë. Të nërozër, njerëzit
ose dënimi, për dënimi më të këqija që mund njerëz me përtu në këtë botë është me bredha, me shetita, lëp. Me tonë Allah Gjalla Gjellali për shambull, robë të mi e keni bërsh ma agjëru, pik, kur ma agjëru, gjene, sa kështë të gjenu, ishtë do është me gjenu 12 muj, ku e dim në cilë është taj muj, lëpe, po masëni, hajde e këna gjithë, qështë me gjenu, dikush thot, pisa bajt e zifer, po dhe ma që të kam su dikush, që se kështë e ditë, nështë e ishtë do me gjenu din sa ba, ku e dim në, andaj, apo e ndini begatin e Allah që u kam su knacin e ti, a ju kam su që ka e knaq, a ju ka thonë, mos u ladhni, asë mos u bezdisni, asë mos u ngarkani, unë jam se rrugën ma të shkur, nëse i bëni që ta apa më knaq një mu, shkani në gjenet. Krejt eksperimentet e tjera, krejt bredhet e tjera, ne ka kursuja Allah Gjellewala, na s'kena nevoj. Na kemi ardhë në stacionin e islamit, që nuk kupton, kemi ardhë në rrugën e dur, s'kena nevoj mu, as me bredh, as me hulumtu, as me analizu, as me eksperimentu, kur gjo. Na këto e kena kry. Neve në mbetet veç me, se me'na wa atana, që këna ka mbet neve. Ky umet është umet i qësane, se me'na me ndëgju që ka thëtë Allah, u kry o zot, unë e kam me bo. Të s'ki tjena pun. A ke mirësi? Pa hua me adra ke ma lejletul qadri. Ku e din të qka e lejletul qadri? Hadja përgjigje. Zdim, lejletul qadri khajru min alfi shahr. Allahu përgjigje të tonë. Ti nuk e din, na ta mësojmë. Na ta mësojmë se kjo është natë që është më e vlefshme se 1000 muaj. Ka thonë djetarët se 1000 muaj që në të sështë nata e kadrit të thonë. Do është më e vlefshme se 1000 muaj. Po 1000 muaj, mos me qëllun të kur Ramazani, edhe mos me qëllun të kur nata e kadrit. Se si qëllun nata e kadrit në ata 1000 muaj që i në gjëmë, i ashtë të 1000 tjerë. E kur qëllun vit në ashtë, ma pët kadrit edhe 1000 tjerë, që i bije, kë 1000 është simbolik, kë 1000 nuk është me në gjenë 1000. Jo, kjo është, sikur se i thuhet i kujt, 100 herë i thash, ai duket, kjo më ka thënë se është shumë. Andaj aspekti numerik në këtë vend më tepër është me tregu shumësinë e shpërblimit se pikën e tij. A kuptova? Nuk është kjo pikë. Se Allahu edhe në qoftë se kishte me pas kuptim aspekti numerik, mundoni këtë me kuptu. Edhe të kish me pas kuptim aspekt numerik, 1000 muaj, fjala khajrun kish me e thuj kufinin e pëtën. Se Allah nuk tha, është sa 1000 muaj, po është khajrun, ma e mirë se 1000 muaj. Ne e dim veç që nata e kadrit është më e vlefshme, më e dobishme, apo më e shpërblyeshme se 1000 muaj, ma e dim, ama kjo ma ku e ka funin, e këta nuk e dim. Këta nuk e dim, Allah le ma 100.000, a 1 milion muj, a hitë s'ka me muj, pa fund. Ajo është el kerim, ajo është bujari, ajo kur t'jep, ajo s'jep me numra. Allah gjello kur t'jep, ajo s'jep me numra. Si ti nëzirë paret, mi thonë fukares, po abit në pjallo këtë trashat, se na duhet me nxje, se na i krejme të nxje me begatit. Ne në fukara janë nxje, i pasuni së nxje ajo, ajo s'këqyrë, ajo nuk e këqyrë. Andaj el ghani, ajo që është i pasur, el kerim, ajo që është bujar, ajo përmen numra që fukarat me flutru për gëzimi, apo, ndërsa kur t'jep, se ka me numra Allah gjendë uala. E kuptove? Numri është për neve në numri. Fukarat na këna qenë, e sa. E qenë 1000 muj, a u knaqe? 1000 muj. Po, aja është me të knaqe ty si fukarat për me të ngazli pak, me ta këthy disponimin. Për ndryshe, thash, Allahu Gjellewala është aj që aspekt numërik taj absolutisht kur falidhe s'ka për, heq që për. E, kur përmenë Allahu Gjellewala vlirat e natës e kadrit, përmenë tash e para, sa 1000 muaj. Po kjo 1000 muaj, thash, është me i knaq fukarat pak, neve. Krejt na kush e ka emni njëri o fukarat. Madje kush e ka emni në krijes o fukarat. Entumul fukara. Allahu thot, ju jeni fukara. Fukara e në qak e një, qak i ti. Wallahu hua l'gani. E ndash me dit kush është hua. Aja është l'gani, aja është që kejtë kondorën e ti, e ti është e tëra, e ti është, ti e fukara. Që ta kërë bëjmë doa, që shi që bëjmë durët, që?
se fukara e. Jo njerëzë një ja lypëm, Allah me dy do të me lyp. Se për te i më të varën. Andaj duaja është kërkesë, që ta qështu të bujnë, qështu lypëm. Prandaj pejgamberi sa në Arafat, kur bënd të dua, këtu i ka vendosur të gjoksi. E qështu me kokullë ka lyp. Ka hun ulemat që kjo është pozita e fukaras. Qështu, kokullë dhe qështu lyp, që? Veçaj dy durë të ka qitë. Para kërkuna me dy durë së lypëm, veç para Allah xhallahu ala. Apo? Nga se veç ajo është që e ngop fukarlëkun ton, edhe veç ajo është i cili do të thotë i ka të gjitha që ne i kërkojmë. Prandaj ai na ka mësuar se është stanimi muaj. Lejletul Qadri khairu min 1000 shahr. Tanazzalu al-malaikatu war-ruhu fiha. Allahu thot se në këtë natë ka tanazzul. Tanazzul në gjuhën arabe tash kjo gramatikisht do të me kuptu. Tanazzul i bën diçka shumë edhe shpesh. Në parana sasi e madhe shumë, po dhe shpesh. Po thuaj se është ngjit për herë të parë toka me qiellin për melek vaptën. Subhanallahu. Kjo është ajo që Allahu thot: "Wa ma ya'lamu junud rabbika illa hu." Argat e Allahut se din kush pas ti Allah. Sa robën e ka Zoti që e bën ibadet, e përmend, kush e di ku ne bën rani neve, subhanallahu. Prap edhe këtu janë nderimet e Allahut për ummetin e Muhamedit alayhi salatu wasallam. Gjithë kë e keni pa në ndruar kur dikush don me majt darsum akika aheng caktun fesja do kuft apo në bazë të musafirëve që i vinë të eshe kë njeri që i ka esabet apo ju në kuptim të aspekt material po do më njeri ndershëm fisnik do njeri që ka autoritet eshe në bazë të prezencatën. Andaj melekt musafir të kujtjen të kush po shkojnë të na po festojmë zbritën e Kur'anit e ata po vinë të na shikoj tash a kena na vlerë tek Allah apo jo ja u ka ndërprej Allahu melekve ibadetin qiell me ardhmë me festu bashkë me neve në tokë subhanallahu ata janë të bëj ibadet në qiell më mirë se në tokë ka melek që është afër Allahut shumë ka thënë Allahu xhallahu të gjithë bashkë me robët e mi atje më u gëzu për këtë Kur'an atë, që e ka zbitë Allahu xhallahu ala. Edhe Gjibrili. Dhe krahas saj të ndërëzër në këtë natë, prej veçorive të kësaj natë është se Allahu xhallahu ala në këtë natë zbresin me lekët për fest, por ata të autorizuarit zbresin me vendimet e Allahut. Bi idhni rabbihim min kulli amr, me lejen e Allahu xhallahu ala me çdo çështje që do ndodh në këtë dunjë. Sikur se thot Allah xhallahu ala në surën Dukhan, fiha yufraqu kullu amrin hakim. Në atë natë dahen dhe caktohen të gjitha çështjet në mënyrë të urtë, duke vendosur Allah çdo vend. Para mëna e thret Allah melekul mautin edhe e jap emnat si vjet kush ecpi këtu ujta. Allah në dhash përfundim të harit mirë zhjet. Jep Mikailit, ajo është për financa, për furnizim. Mikaili është për furnizim. I thot si vjet, këti ja rritëm pak, e këti pak më poshtë, e këti i japëm shnet, po ja nalëm pak paret. Këti ja shtuna paret, po këti shnetën pak ja marëm. Që është të menagjan? Rabbul Alemini El Hakim, ajo që është i urt, gjithë se në vendos, i thot Mikailit, shiko Allah, shiko qfar, mënoj, Allahu xhallahu ala na ka një jap edhe shteti vogël e prish. Atë jap Allah për një vjet edhe çdo sen vend vet. Dëgjon, tamam sikur se duhet apo. Në këtë natë ndodhin këtu apo. Kush, si, ku apo. Pastaj melekët e tjerë të autorizuar për çështje të tjera, për mbrojtje, për kujdes, për shumë punë. Ja u ndan Allahu xhallahu në këtë natë detyrat një vjeçar apo. Melekët janë ato që zbatojnë, do thot urnat e Allahu xhallahu ala. Edhe Allahu thot selamun, është domthon fjalë përmbledhëse. Nuk ka mundësi më përmend ndoshta me një përkthim. Ne i themi paqe. Selam të ndrozur ka thonë dietar i ka disa kuptime.
Fjala selam është selamet. Do në selamet i bjen kur je i sigurt, kur je i shpëtuar. Për çkafit, në natën e Kadrit kanë thonë dietarët, në Ramazan na kemi një hadithin sitin Ramazani, hoxhallarët, Allah i rujt, thonë jën hap dyert e xhenetit, jën mshirë e xhenetit, wa tusaffadu shayatin. Edhe çfarë? Lidhen shejtant, apo? Na kena mësuar që lidhen shejtant. E ka dikush vet, e qysh hoq lidhen shejtant, e tani opet ka sherr. Pyetën nga njëra këto. Ka komente ndryshme për këtë? Disa nga ulemat kanë thonë, shikoj sa mëçëm disa ulemat kanë thonë. E kanë përmend komente se i dërguasim ka thënë lidhen, po s'ka thonë nuk lëvizin. I ka lidh Allahu duke u kufizuar veprimtarin, ama ata pa çfarë të lidh çpurrën. Dikujt çashtu e shejtani me durt, me kom lidh ta subhanallahu edhe e mashtron. Çashtu tu e lidh, para nuk kur të zgjidhet çka i bën atij shejtanit. I lidh tani e mashtron atë. Ama besimtarët i jap shaj Allahu xhallahu ala se e kum lidh tash malet e ki. Dej ta afrohet ai ty ti mush bajke me ikap. Se është i lidh. Nuk është mu, ama ai i lidh çashtu ke po nër të kom të lidh durt pa ai çashtu livrit me çdo. A nuk është këtë i blokuar më. E thonë ulemat në natën e Kadrit edhe lëvizja aty në ndalet. S'ka me lëviz më. Për shkak se prezenca e madhe me melekëve të gjithë shejatin t'i blokon, s'ka lëvizja atë. Andaj është selam, je i sigurt që natë robjam s'ka më këtë natë atë. Këtë natë Allah xhallahu ala i ofron besimtarëve, do të thotë i ofron siguri dhe garancë të plotë që të jenë sigur nga çdo prekje dhe sulm dhe nga smimi i shejtanit. Allahu na rrit bëshirën tyne. Dhe selam, Allahu ofron paqe me robët e tij. Fal në këtë natë dhe mundson falje sikurse nuk ka mundsuar në asnjë natë tjetër. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Dhe kështu vazhdon mirësitë e kësaj nate dhe kështu vazhdojnë begatitë e kësaj nate derisa të lind agimi ose të hynë sabahu i ditës së ardhshme. Kjo është sura Al-Kadr të ndërlozër, një koment i shpejt, pa u ndalë shumë në shumë dobi të kësaj sure, për shkak se me të vërtet një ajet i saj meriton një ders, lemo e tërë sureja, por dua me e bë një rezume, do të thotë ndidhe me këtë që e thashë deri më tani sikur se u përmenda. Pjesa e parë është koment i përgjithshëm duke kaluar nëpër ajete, pjesa e dytë që tash këtë pjesë do ta filloj ju me zgjat shumë deri në fund, që ka të bëjë me aspektet edukative që marrim nga kjo sura. E para të ndërrojë që na duhet ta marrim është madhrimi i Allahu xhallahu xhelaluhu. Ta madhrojmë Allahu xhallahu ala. Këtë Zot të gjithësisë, këtë i gjithfuqishëm, këtë Zot që kujdes për neve. Prandaj pothuajse ndoshta porosia kryesore e natës së Kadrit është madhrimi i Allahu xhallahu xhelaluhu. E si e madhrojmë Allahun, kanë thënë dietarët kështu. Njeriu duhet me e njoft veten për me e njoft Allahun. A keni këtë fjalë? Sa më shumë e njeh veten e njeh Allahun. Çfarë kuptimi ka kjo? Kuptim se sa më tepër e njeh veten ignorant, e njeh Allahun i dishëm. Sa më shumë është që në mes po dishën apo. E kush din? Allahu. Opet rastet s'po disha. Kush po di ka Allahu. Andaj sa më shpesh të shfaqet ignoranca jote, të del në pah e kulluash me kush? Di Allahu xhallahu ala. Sa më shpesh e ndin varfrin tënde, se s'ki kur gjëndur të del në shesh kush? Do të pushteti dhe fuqia Allahu xhallahu ala. Sa më në shesh të del dobësia jote, s'ki mundësi me largua asas një qësen ma të vogël, të del në shesh kush? Fuqia e Allah Gjellegjallu dhe mundësia ati për të bërë çdo gjë. Prandaj, edhe këtu. Në natën e Kadrit të ndërozër, gjatë të Ramazanit, e veçën në këtë natë të mundohemi ta madhrojmë Allah Gjellegjallu. Madhrim me zemër e cila realisht e ndin varsin, e ndin varfrin, e ndin nevojen për Allah Gjellegjallu. E ndin. Jo si përfaqësisht. Prandaj kur i tha Aisha radiallahu ta'ala ana pejgamberit alayhi salatu wasalam, o i dërguari i Allahut, do të thonë ndërkohë shpinëve e gjen natën e Kadrit. Çfarë thot? Çfarë i tha më thon?
Allahume innaka afuvun tuhibbul afwa fa'fu anni. O Zot, ti ai që je falës, që ka madhrim, e don faljen, falë mua. A është kjo shprehje e varfërisë dhe nevojës? Po. Pa surja Qadr të dërgon sinjal të qarta të madhrimit të Allahu xhallahu ala. Na kemi zbrit. Kush kish mujt me zbrit pas Allahu xhallahu ala? Kush? Shikoni Allahu xhallahu ala për një proces të përditshëm që ndodh. Përdit ndodh kë na sfidon me të. E lëre më për një proces që ka ndodhur një herë në historisë, ndodh më kur. E për ata kush e kish zbrit ato? Apo kuptoni krahasimet? Një proces që ndodh ditë për cilë është nata dita. Allahu xhallahu ala ka thënë në Kur'an, nëse Allahu a bën gjithmonë ditë, kush jo bën natën? Kush e ndron, kush e bën? Kush vëllai? Na çertun ditë rrim. Nëse Allahu a bën natë vazhdimisht, men yatikum bidhiya, kush jo bën ditën? Kush e bën dritë? Kush? S'ka. Pas Allah. Shika proces i rëndon për neve. Proces i rëndon për neve. O, në ti edhe dritën kur do me dhez, njihet pak atë tlak, po dhez apo. Edhe mirë dhesh që u dhez drita. Një proces shumë i thjesht, po s'ka mundësi më u pa mund dhe pa zhurëm apo. Shikoj Allahu xhallahu sa i madh është, e ndron ditën edhe natën, anin diçka ti në zhurëm. Derën me e qel, një zhurëm më e madhe se kur ndrohet dita me natën, subhanallahu. Këtë e bën vetë i gjithfuqishme, që pa asë një zhurëm, pa asë një shqetësim, bën ndryshime kaq të mëdha kosmologjike, edhe ti kur gjë zvren apo. Bile mund të më kon gjum, sa as marr vesh ato. E ka zbrit i gjithfuqishme Kur'anin, edhe e ka bajt kjo tokë. E ka bajt, wallahi, mos të kish forcu Allahu xhallahu i qa toka për gjysë apo. Nëse Allahu thotë në Kur'an, لو أنزلنا هذا القرآن تكشم زبيت كت قرآن كودرس لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. الله ثوت تكشم زبيت كت قرآن كودرس من كودرس تيمويا do të kishte me pëlqit nga ngarkesa e madhe kodra dhe bjeshka me madhe në këtë botë. Ti e mban elhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim, shiko alat, shiko se kush e ka lehtësu me e knu kaq let? Allahu xhallahu ala. Përndysha, wallahi me i thon bjeshkës më të madhe në botë, kënaje fat janë çahat. S'u kryn. Unë s'po them kështu, ka thon Zoti i kodrave. Na krijesa dopta, thjeshta, asoni guraleci kësaj bjeshke, na hevz. Këtë Kur'anin edhe shumë normal apo. As nuk të shkon kryt makiton, as kush të manë Allah xhallahu ala, a nuk është ka për me madhnu Zotin, i cili thot wa laqad yassarna al-Qur'ana lidhikr fa hal min mudakkir. Allah thot na e kemi lehtësu Kur'anin për me lexu. Si i shtirë është ajo. Nuk ka lehtë, është i rënd. A ka kush që po e shfrytëzon këtë lehtësim? Allahu po a ka kush që po e lexon e po e mëson përmesh? Na, kjo është i rënd. Se Allah ai tha pejgamberit son inna sanulqi alayka qawlan thaqila, na kena me të zbritur një fjalë tron, nuk është kjo lehtë. Por Allah e ka lehtësuar. Në ky lehtësim, kjo zbritje, çfarë bën? Ta madhrojmë Allahun të gjithfuqishëm, i cili ka mundësi gjërat e vështira me i bëu të lehta. Ndërsa pa Allahun, të lehta të bëhen vështira. A more këmsin nga kadri? Që kërëmsi? Madhraja Allahun xhallahu ala dhe duke madhruar Allahun xhallahu ala, konsideroj çdo gjë këtë botë pas kësaj të lehtë. Me Allahun kur gjë të vështirë s'ka. Pa Allahun gjithçka është e vështirë. Kjo mësim që do të marr. Me Allahun edhe Kurani bëhet i lehtë. Pa Allahun fryma bëhet e vështirë. S'ka. Që kaq thjesht duke marrë javë. Mësimi i dytë edukativ që marrim për kësaj të ndërmjet është Allahu xhalla xhelalu kur thotë se kjo natë është më e vlerësuar se 1000 muaj. Çka morën vesh na për kësaj pune? Na morën vesh, kuptojnë për kësaj se esenca edhe baza e trajtimit të Allahut ndaj njerit është shpërblimi dhe falja. Ndërsa dënimi është
do të thotë diçka e huaj, diçka emergjente, diçka e jashtëzakonshme. E sot na kur flasim për Allahun xhallahu ala, sot më thon dikujt me besun Allahun ose për Allahun, cila është forma e zakonshme e prezantimit? Forma e zakonshme e prezantimit është shumicën e rasteve, për neve është do të thotë prezantimi i Allahut si i fuqishëm, dënon edhe shkatron. Zakon, nëse e përmendëm shpërblimin, është tek pastaj faza përmbyllëse ose një kapitull i këtij prezantimi. Nëse Allah po të është e kundërta. Allah kur fol për Allahun, veç mirë fol. Fol për dashurinë e Allahut, fol për rahmetin e Allahut, fol për falën e Allahut. Nëse duhet me përmend se dënon, le të jetë në fusnot. Nëse esenca le të jetë kush? Le të jetë dashuria ndaj Allahut xhallahu ala. Edhe kur përmend në rast tjetër dua të kujtoj këtu, nëse edhe ke ndëgju, kur Ibrahimi alayhis salam e prezantoi Allahun para babës vet. Këtu janë për meditim Allah, këtu do të më menu këtu punë. Baba Ibrahimit alayhis salam merr ke drunin, edhe gdhën ke ke çe Zoti. Sa kushton 200 euro? Çe ato. Çfarë ka bëu Ibrahimi baba i tij apo? Para mëna ka shit Zot në pazar. Çfarë kanë vos? I ka mu po vjen në Zot që marrun biznesin, edhe ty duhet më të madh, se ki duken e madhe. Që ka më të madh. Mu vjen në Zot që marrun shtëpinë, s'vyni më aty, çe një më të vogël ty. Çfarë ka bëu baba i tij? Pa në çfarë gjinoje kjo? Kur ja ka prezentu Ibrahimi alayhis salam Allahun babës vet, në çfarë forme ja prezantoi? Këtë një çka do të më thonë ti? Na dhe këtë se ka më të myt Zoti, ka më të myt. A do të çutni shumë i thonë, a do të më thonë? Mos e bë këtë mund se Allahu ka më të shkatru, ka më të faru. Çështot. Nëse Ibrahim se mund të çfarë tha? Ja abati. Shiko, o baba im i dashur. Subhanallah. Ai tu marrë Zotin. Ai po marrën Zotin, ai pyet baba. O baba im i dashur, subhanallah. Ja abati. Ai po marrën kjo më keq se me kontur piraki. Kjo më keq se çfarë do gjuna me bë, apo? Edhe ai tu e bë që gjuna ky piflet. O baba, ja abati. La ta'budi shejtan. Mos u bargat i shejtanit. Nga se kam frikën e një meseke. Subhanallah, çfarë shpreh. S'ka on me dënu Allah, po të prek Er-Rahman i gjithëmshirshmi me dënim aftën. E ka përmend se i gjithëmshirshmi të prek. Do të thonë, nëse nuk e lën këtë punë, edhe gjithëmshirshmin që më hidhnu, që bollështirësh ato më hidhnu aftën. Ka dash përmes mendimit të mirë për Allahun me e kthy tek Allahu xhallahu xhelalu. Prandaj, ndëruar kur Allahu thotë sonimi muaj, kjo e bën se Allahu po do më ndihmoj me shkuën në xhenet. Allah po këtë rrugë po të qenë, veç ec, që çfarë është? Nga se ai që don me e vështirësu ndryshe flet ato. E nëse Allahu Rabbet të ti u ka lehtësu shkuarjen në xhenet, e kush jemi ne që duhet më u vështirësu njerëzve, më u mashtir. S'mundesh Allah ka bëu të lehtë. Andaj ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, krejt keni me në xhenet, veç kush s'don. Kanë sahabët ja Rasulullah, kanë krejt në xhenet keni me, të don. Illa man aba, veç kush s'don, sunë që në xhenet i kanë. Ka thonë, wa men ya'ba ya Rasulullah, e kush nuk don e dërguar Allahut, ka thonë kush më ngon mu, shkon në xhenet. Kush më ngon mu, s'ka dash me shku Allah, pa shumë është të thjeshtë matematik. S'po danaj me shku, vetë s'po danaj me shku. Para na për shembull më thon dikujt, nga njëre kontestot puna, a është ky në xhenet, a është ky në xhenet, se kena na këto punë me caktu kush në xhenet. Kjo ndodh Allah xhallahu, s'është e jona kjo. Na flasim për veprat që janë në xhenet. Na flasim për veprat që janë në xhenem. E jona është veprat. Persona që bëjnë këto vepra, s'dim na. Prandaj prej rregullave të besimit tonë është se nuk gjykojmë për askënd që është në xhenet, pos për atë që ka tekst. Ebu Bekër fil xhennet, Omer fil xhennet, këto ka tekst, ka hadith për këtë punë. Ebu Bekër në xhennet, Omer në xhennet, Uthmani në xhennet, Aliu në xhennet, radhiyallahu anhum e të tjerët. Dhe nuk gjykojmë për askënd që ka shkuar në xhenem pas tekst. Tabbat yada Abi Lahabin wa tab. Tekst ka që Ebu Lahabi në xhenem është atë. Ka tekst. Tjerë nuk dimna, pas kush emën ka aftën. Nëse kena emnat e xhenetlive, xhenelime.
Prandaj na duhet njëtë u lehtësu punën me shku në xhenet me vepra dhe me rrugë të hapura. Nga se Allahu na e ka hap me 1.000 muaj. Në kjo është shenjë e asoj si Allah i trajton robët e tij. Dhe na edukon neve, sikur thotë, na edukon neve që realisht në këtë mënyrë edhe të kemi mendim të mirë për Allahun, edhe kështu ta trajtojmë edhe njëri tjetrin në bazë të kësaj mëshire, në bazë të kësaj falje, në bazë të kësaj mirësie, e jo me ato që është e kundërta, me arrogancë, e me dhunë, me imponime e kështu me radhë, qase kjo nuk është edukata e Kur'anit, e as nuk janë mësimet e pejgamberit alayhi salatu wassalam. Gjithashtu tjetër çka dua ta përmend ndoshta për fund të ndërlodh vëzër është prej mësimeve edukative të kësaj është se Allahu xhallahu ala shikoni vëndëruar ball mjaft është nata e katërt me vlerë sa 1.000 muaj, zbresin me lekët në te, apo ka zbrit Kurani, shumë vlera, mirë po, me gjithat, e ka një fund, apo, hi hatta not light fajr, te qëto. Prandaj, kjo ne me kuptu se, kjo dunja, kështu i ka optën fund. Edhe senet e mira, sa dhe qëtë mira, e kanë një fund, por edhe senet e vështira dhe të liga, edhe ato e kanë një fund. S'ka kur gjë për gjithmonë. Prandaj, mundohu që me atë që është e mirë, ta shfrytëzosh sa e ke, që ajo me të barë tek një e mirë, që nuk merë fund kur. Mundohu që shto. Për ndyshe, vallaj në ruar. Edhe kjo është mësimi madh që duhet të edukohemi në këtë frimë. Ka me shku Ramazani, apo? Edhe do të shkon edhe etja, edhe uria, por edhe ngopja, edhe shfrenimi aty që se kanë agjeru. Këtë ka me shku. Edhe kjo, vallaj ka me shku, gjithë ka me shku. Edhe nata e katërt ka me ka përsy, kalane. Na jemi në prag kësaj. Nështë e ka caktu Allah këtë vjetë me kënë fillim. Vjenë edhe ecë. Kush e ka shfrytzu, ka qenë i vëmendshëm, ka hek dorë pak për disa knecive, e disa epsheve, e ka hek dorë pak për disa, do të tëtë, ndoshta pushimeve të caktuara, mirë po, ka punu dhe është lodhë për me pushu, e që kjo është njëri me që përën. Këtë në thë Allah në surën 4. Prandaj kanë thënë djetarët tonë të ndershëm, se ai që e kërkon pushimin për mes pushimit, ka bu fella. Nuk mundesh me pushu të pushu. Jo, mundesh me pushu të lodhë. Zakon vjen lodhja të në pushimi. Ai që pushon, mas pushimi çka bjen? Lodhët të pushu. Ke po njëri kur të pron të flajt, tani mund gjumi s'bot pushim, bëhet lodhja, raskapitja. Çështë e ka dunjaja. Gjithçka e ka një kufi. E kalon kufinin, mos se ka funksionin e vet. Edhe knatësia e caktuar, ka knatësi, e kalon kufinin, bëhet shkatërrim është fënim apo. Gjithçka Allah ka vënë kufi këto. Edhe punët e mira kanë kufi, marrin fund. Po edhe punët e këqija kanë kufi, edhe knatësit kanë kufi. Mundohu që të ndalesh te kufit e para dhe e dyta, lodhu pak, e angazhohu, edhe prishja vetit pak pushimin, edhe dëfrimin, edhe arktimin, që ta gjesh nezët e Allah xhallahu ala. Nga se në xhennet të ndërlodhë vëllezër, besimtarët kanë me pas, sikur se dini, ato që ka syni se ka pa kur, as se ka ndëgju veshti kur, as madje imagjinata e njëri s'ka pas mundësi kur me e kap në radarën e saj. Ball imagjinata ka radar, ndihmë kap gjithçka, çka ka, çka s'ka, ama që xheneti s'u ka radarit apo. Ball e ki imagjinatë zhvilluar, njëri ka imagjinatë zhvilluar badiova. S'ka mundësi as me imagjinat me e kap në radar, as për së afërmi kë xhenet në. Me gjitha këto mirësit, banorët e xhenetit kanë mendin një keqardhje. Subhanallahu, në xhenet keqardhje po. Cila është e keqardhje? Pse s'kena bua apo mira më shumë? Po jena hinë gjena zaj, po edhe pak apo. Paramendoj kur e lakman, një 2 rekat që lakman apo. Te kisha shtu dhe një 2, ma mirë i shkon apo. E ke falë namaz në file, po, edhe 2 t'i kisha falë, apëshe ma mirë ka kon apo. Ke lezu Kur'an? Ha, t'i krazu, veç edhe një gjuzë ma shumë t'i krazu, ma nalë shakon apo. Paramna, andaj, sa do që të mundu është, vëllë, 24 orë me qenë, në adhërim dhe Allahot, prap,
ki me thonë të kisha pas jetën më tepër. Mirë pa mundohu në kodrë të kësaj që i ke, shfrytëzoje kohën maksimalisht, nga se ne jemi në krizë me kohën, po jo se kena pak, jena në krizë se kena shumë vak, nuk po dim që ka në me ta. Unë jemi bindu se shumë pej neve, me patë mëzi me e shqit kohën e kështë shqit. Si duhet? Ka e shesën, e shet kohën, si vynë. Prandaj, nuk duhet me pru vendin këtë pozit që lirë shumë një gjysë sati i kështë shqit 100 euro. E kështë e dikujt, e kështë falë një gjë, elhamna që se ka bo kështu. Mirë po, mos e bërë vitë në situatë që mos me pas në plan që ka me bo gjysë ore të ashma. Në punë të mira, në angazhim, minimu dikujt, familjes tonë, një badet, madje mundohet që gjuha jo të tjetë e lagër vazhdimisht me, për me në latë, nga se vëllë e kam e shku të gjitha, e do të vije kua kur kemi me e lakmu një thënje subhanallah, veç që edhe që të kësha pas, e kësha shty pak më para. Vëllë e kena me e lakmu një lezim të surës Fatiha, një me lezim, veç edhe një ma shumë, kena me e lakmu, e lërë me punë tjera. Prandaj të ndërrua dhe zërë, bëni të zëllshëm, bëni punëtor, bëni të vyshëm, bëni ambicios, bëni me vullnet, nga se kjo botë po shkon, jemi duke palu çdo ditë, prandaj do të vije kua kur do të na duken 60 vjet, nëse Allah na e vimëra 70 vjet, vallahi sikurse mëngjes edhe mbrëmje. Andaj ka thënë Ibn Qayyim rahimullah, "Ad-dunya sa'a faj'alha ta'a." Dunjaja është pak çaste, pak momente, bëje që t'jesin në kënaqësinë dhe adhurimin ndaj Allahut xhallahu ala. Dhe përfundimi i kësaj natë na bën që me të vërtetë të kuptojmë se me zell dhe me angazhim mundemi shumë marit, por me dembelije me pushim, shiko sa mundesh me hup apo. Mundesh edhe natën e kadrit me hup, që 1000 muaj i kia ty edhe më shumë, po është me gjumë i hup apo. Wallahi me fjalë të kuat e hup, me thashë me hup, me naj i hup, me angazhim i fiton. Për zgjedhje cili do të jesh ti. Andaj këtu janë disa prej aspekteve edukative që kanë të bëjnë me shpjegimin e kësaj sure, e pse thash kjo natë i ka ato shpjegime të veta do që kanë të bëjnë me rregullat e tjera të saj, por në pasë të që më shumë të fokusohem në kuptimin e përgjithshëm, por edhe në aspektet edukative, ndikimin e këtyre mësimeve tek ne, shumë më tepër sa aspektin është formal dhe praktik që mund ta kryejmë në raport me këtë natë. Allahu në se Zoti na begaton me mirësitë e tij, na mundson që me e kalu këtë Ramazan sikur sa është i kënaqur dhe e lut Zotin e gjithësisë, atë që është bujari, atë që është i mëshirshëm, atë që është bëmirësi, dhe e lut Allahun me të gjitha emrat e tij të bukur që Allahu na mundson që në shëndet, në hajër, në të mira, ne së bashku me familjet tona me e godit natën e kadrit në ato vepra që Allah është i kënaqur. Në ato vepra që Allah është shpërblen dhe na bën Allahu nga ata që i gëzohen punës në këtë dunja ditën kur dalin në ahiret. I gëzohen jetës në këtë botë ditën kur kalojnë tek Allahu xhalla xhelalu. Zoti ju shpërblet dhe ju nderoft. Sallallahu ala Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi sallam taslimin katira.